Partia Demokratike e Vlorës pati një pjesëmarrje të konsiderueshme gjatë punimeve të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike Shqiptare mbajtur në Tiranë. Kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të martë, tha se ky kuvend mori vendime të rëndësishme, ndërsa ishte përkrahas i madh i të rinjve por edhe grave, ndërsa edhe diaspora do të ketë një vend të konsiderueshëm në Partinë Demokratike. Meçorapaj tha se zhvillimet ishin pozitive dhe se treguan se Partia Demokratike është një parti në rienergjizim dhe organizim gjatë gjithë kohës. Nga ky kuvend u morën vendime shumë të rëndësishme për mënyrën se si do të operojë Partia Demokratike, duke filluar që nga riorganizimi, nga seksionet, nga strukturat në nivelin më të lartë të përfaqësimit të tyre, dhe ishte shumë e rëndësishme për të theksuar që një rol të jashtëzakonshëm i është dhënë të rinjve, pjesëmarrjes së të rinjve dhe grave. Konkretisht kuotat e forumit rinor nga 15 shkojnë në 30% e përfaqësimit të tyre në nivel kombëtar dhe kuotat e grave nga 30 në 40%. Shumë e rëndësishme është dhe pjesa e diasporës, një ndryshim në statut i cili vjen për herë të parë në statutin e Partisë Demokratike, ku 15% e numrit të përgjithshëm të delegatëve do të jenë pikërisht përfaqësi nga diaspora. Ky kuvend pati zhvillime shumë të mira dhe pozitive, duke dhënë dhe mesazhe shumë të forta që Partia Demokratike është një parti e cila është gjatë gjithë kohës në rienergjizim të saj, në organizim, dhe shumë e rëndësishme është për të theksuar që jemi të gatshëm për fushatat dhe për gjitha betejat e ardhshme që na presin. Partia Demokratike Shqiptare vlerësoi Partinë Demokratike të Vlorës, teksa një numër i konsiderueshëm u zgjodhen antar të Këshillit Kombëtar. Në fakt më vjen mirë, sigurisht që është vlerësim, për mua si kryetare partie, por jo vetëm dhe si një antare e Partisë Demokratike, është një vlerësim shumë i mirë që i bëhet qytetit Vlorës. Kjo ka ardhur për shkak të punës dhe të përkushtimit pa diskutim të gjithë antarëve, të gjithë kandidatët e degës së Vlorës që garuan, si ata që u zgjodhën dhe ata që nuk u zgjodhën, në gjykimin tim janë kontributor shumë të mëdhenj të Partisë Demokratike në këtë degë dhe jo vetëm. Sigurisht për herë të parë pati një përfaqësi nga dega jon, edhe nga forumi rinor me më shumë se sa 3-4 antar, por është shumë e rëndësishme për të theksuar që ky proces certifikon më në fund një strukturë të konsoliduar dhe të mirë organizuar të Partisë Demokratike. Antarët e Këshillit Kombëtar janë niveli më i lartë përfaqësues i Partisë Demokratike dhe kanë një vlerë të shtuar në strukturat e çdo dege. Por dega e Partisë Demokratike të Vlorës pati edhe një pozicion të veçantë gjatë Kuvendit Kombëtar, ku kryetaria Nada Meçorapaj ishte pjesë e komisionit të zhvillimeve të punimeve. Unë isha nga të gjitha kryetarët e degëve. Dega e Vlorës u përfaqësua me një pozicion të veçantë që ishte antare e komisionit për zhvillimin e punimeve në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike. Sigurisht unë ndjeva shumë e vlerësuar dhe respektuar, por kjo rrit përgjegjësinë për punë, për përkushtim, për përditshmërinë tonë, për kontributin dhe atë se çfarë bëjmë ne ditë për ditë për Partinë Demokratike. Për mua vazhdon të jetë një mision dhe kjo është shumë e rëndësishme.